Përshëndetje të gjithëve, drejt për së drejti ora shënon 11, shkurtimisht ju njoh me disa prej zhvillimeve kryesore. I ndjek. Në Ministrinë e Brendshme po zhvillohet faza e intervistimit të 14 kandidatëve për drejtorin e ri të Policisë së Shtetit. Në garë emra të njohur të uniformave blu si Tonin Vocaj, Neritan Albati, Rebania Upi, Lorenz Pangarika, Skënder Hitaj apo Sokol Bishga. Pas pikëzimit të kandidatëve nga komisioni, Ministri i Brendshëm Besfor Damallari brenda 48 orëve duhet të dërgojë një emër në Këshillin e Ministrave për emërim. Pasi kryebashkiaku Elion Veliaj u njoh me aktet hetimore të çështjes kundër tij, sot në gjykatën e posaçme mbahet seanca e dytë e gjyqit në themel ndaj tij, bashkëshortes Ajola Xoxa dhe 28 të pandehurve të tjerë pjesë në këtë dosje. Veliaj u dorëzua në qeli 28.000 faqe me nga 72 fashikuj në funksion të së drejtës së tij për të mbrojtur. Ai akuzohet për korrupsion pasiv në 9 raste, pastrim parash, mos deklarim pasurie, shpërdorim detyre dhe futje stendeve në burg. Ka nisur nga gjykata e posaçme zbatimi i planit të sigurisë në gjykata nisme ndërmarr pas vrasjes së gjyqtarit të apelit Astrid Kalaja në sallën e gjyqit. Në hyrjen kryesore të GKK-s do të qëndrojë një punonjës garde ku fillimisht të gjithë persona do të futen në skaner fizik. Pasi të kalojnë në këtë kordon sigurie, do të jetë një tjetër skaner më i detajuar brenda ambienteve të GKK-s. Dalja bëhet nga porta e oborrit ku janë vendosur strukturat metalike. Masat e sigurisë pritet të shtrihen në të gjitha gjykatat e vendit. Arqipeshkvi Gjoqezës Tiranë Durrës Arjan Dodaj ka bërë thirrje që të mos abuzohet me çmimet në emër të luftës në një ritual fetar udha e kryqit organizuar në Laç. Sot saktojnë anëtarët e bordit të transparencës, i cili këtë javë pritet të mblidhet për herë të parë për të caktuar çmimin tavan të shitjes së naftës me pakic. 5 ditët e fundit në Shqipëri, çmimi i naftës është fiksuar me 214 deri në 217 lekë për litër, edhe pse në bursë çmimi ndryshon.